Do të ndalemi tani te procedura e zgjedhjes së avokatit të popullit. Në fakt prej 3 vitesh duket që kam patur shumë diskutim edhe sa i takon marrimit të mandatit në krye të saj të zonjës Ballanca, por padyshim kandidaturat tani më kanë filluar të jenë të parat, sepse edhe deri në fund të muajit do të kenë mundësinë që të gjithë juristët apo ata të cilët në fakt kanë dëshirë që të shprehin kandidaturën mund të dërgojnë të gjitha të lënat e tyre për u trajtuar pas në Komisionin e Ligjeve. Por do të kemi në një komunikim të drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se në këtë çast avokatin e njohur Sajmir Visha, i cilin e përshëndet. Zoti Visha, i përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Kënaqësi t'ju kem në program. Uroj të jeni mirë, edhe se komunikimi që kemi patur në fundit së bashku diskutuam për çfarë çështje të kodit penal, por tani më jemi zhvendosur në një tjetër pikë. Jemi tek kandidatura juaj sa i takon avokaturës së popullit. Pra, ndoshta emri juaj mund të jetë edhe avokati i ri i popullit. Pse ky vendim tani? Duke parë shpalljen e vakancës së Kuvendit të Shqipërisë, kam vendosur që të paraqes kandidaturën time për pozicionin tash të ditut të avokatit popullit, i cili ka 3 vjet që i ka përfunduar, por aktualisht Komisioni i Ligjeve dhe Kuvendi i Shqipërisë ka shpallur vakancën ku unë jam ndër një nga kandidat të cilët jam duke përpjekur të paraqes dokumentacionin për të paraqitur brenda fatit që është data 2 nëntor. Qartë, ndërkohë nëpërmjet një statusi në rrjetin tuaj social në Facebook, ju keni dhënë pak a shumë të dhëna edhe në kuadër të mbështetjes që keni marrë. Deri më tani ishte një numër relativisht i mirë, por mendoni që të jetë edhe më i lartë? Patjetër, mjafton 35 vite në sistemin e drejtësisë, në pozicionin e avokatit, më ka bërë që të njoh shumë miq në të gjitha sferat e fushës, sepse kam qenë nga ata që kam respektuar gjithmonë të drejtat e lirisë e njeriut dhe nuk kam parë asnjëherë kaun politik nga vinë persona të cilët unë kam mbrojtur. Por mendoj që në këtë moment nisu dhe nga gjendja ime shëndetësore, cilë kalova dhe aktualisht jam shumë mirë, mendoj që ka pasur një reagim pozitiv, gjë që më ka bërë tepër të entuziast. Shohim deri në fund se si do zhvillohen ngjarjet, por që ngjelem gjithmonë një kandidat serioz për ta përfaqësuar dinjësisht institucionin e avokatit popullit. Dërgoj, zoti Visha, cilë kanë qenë komunikimet e para, do pjesë padyshim ndoshta edhe për programin, për ata çka ju keni në mendje, por keni arritur të bëni ndonjë komunikim me krerët e partive politike të subjekteve? Jo, nuk kam arritur të bëj, sepse nuk është faza kjo. Jemi në një moment që paraqiten dokumentacionin pranë Komisionit të Ligjeve. Më pas do të vi dhe marrja 28 firmave të deputetëve, sepse kalojmë fazën e parë. Që është faza e verifikimit të gjitha dokumentacionit, e i plotësojmë kriteret në bazë të ligjit për institucionin e avokatit popullit. Mendoj që është një fazë më e dytë, ajo për cilët krahët politik domosdoshmë do të japin përqimin apo dakordsinë e tyre për një votim politik, qoftë majtas apo djathtas. Unë nuk e kam problem, pasi nuk kam qenë asnjëherë në jetën time antari në një partie, as kam marrë pjesë në një fushat. Besoj që edhe këtë kriter duhet e plotësoj. Shohim si do rrjedhin ngjarjet, kush është kandidaturë, janë kandidaturat ato që do rrisin dhe cilësinë e pjesëmarrjes. Megjithatë jeni optimist, kjo duket, edhe unë ju uroj shumë suksese. Ndërkohë, ju e theksuat më herët, gjithashtu bëra edhe unë një parantezë që prej 3 vitesh në fakt duket që në këtë post po themi ka një lloj zvarritje sa i takon dhe zgjedhjes së emrit të ri. Si keni parë punën deri tani dhe në cilësinë tuaj, ndoshta uroj shumë që në të ardhmen si drejtues çfarë do ndryshojë? Mendoj që edhe kandidaturat që janë dhënë kishin atë CV-n e tyre, background-in e tyre, por mendoj që kur vin nga fusha politike, institucioni i avokatit popullit nuk është institucion politik, as i PD-s, as i PS-s. Që besoj që në këtë pikë janë ndjekur dhe kandidatët për avokat, pasi kanë qenë lidhje politike me 2 subjektet, majtas dhe djathtas. Gjë të cilët tek personi im nuk mund të deklarosh që kam qenë i majt apo i djathtë. Gjithmonë në pronosimet e mia kam parë ligjin dhe vetëm zbatimin e ligjit. Dhe kjo është ajo arma ime më e fortë për vajtur në institucionin e avokatit popullit. Zbatimi i ligjit dhe me moton askush nuk është mbi ligjin. Kjo është parimi i bazë i platformës time që do shpalos në parlament.
Jam shumë kurios të di këtë, me siguri do të më marrësh në kuadër të një thashë themi, por jo, mos ma mirë të lutem në kuadër të kolegëve, se ka qenë reagimet e para, sepse e them këtë jo pa qëllim. Në kontekstin e politikës me siguri uroj shumë të mos vinin në gojën e tyre, por do fillojnë diskutimet e para, sa po shfaqen gjithmonë kandidaturat. Besoj e përgatit për këtë pjesë. Unë nuk e di, sepse unë jam sa përfundova të gjitha analizat punës së Bashkuara të Amerikës, ka dalë shumë mirë, luftova kundra kancerit dhe arrita këtë betejë ta fitoj. Po kthehem në Tiranë javës tjetër, shëndoshë mirë, dhe nuk kam arritur të kontaktoj asnjë person të Partisë Demokratike apo Partia Socialiste, vetëm jam mjaftuar me mbledhjen e gjithë dokumentacionit tim për ta dorëzuar brenda fatit ligjor në Kuvendin e Shqipërisë. Mirë, avokat, unë ju falenderoj shumë për marrë më shumë kohë dhe ju uroj suksese dhe fitore, pse jo. Faleminderit. Faleminderit, ditë të mbarë.